Vetëm një lugë vaj ulliri esëll në mëngjes I jep lam të mirë çdo problemi. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti I tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrna esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht I tretshëm. Vajin e ullirit ju mundet që ta konsumoni në mëngjes në sallatra, por a e dini se çfarë ndodh në të vërtetë në qoftë se ju pini një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh, në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk, të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të cilat janë të pranishme tek vaji I ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionimin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokëve. Vaji I ullirit nuk duhet të mungojë kurrësesi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën tuaj të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim I thjeshtë me pak vaj ose I kombinuar me të kuqe veze, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjithë elementët ushqimor, yndyrë, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Ajo prodhon edhe substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si një detoksifikues për të larguar lënë toksike të cilat janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tretës. Si çdo organ tjetër, edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzjeni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni atë çdo mëngjes esëll. Vaji I ullirit nuk duhet të mungojë kurrësesi as në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje, sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të cilat janë të gatuara me vaj ulliri, pasi ulën nivelet e kolesterolit të keq dhe gjithashtu balancon nivelet e glukozës në gjak. Përse duhet të konsumoni vaj ulliri në mëngjes? Edhe pse vaji I ullirit zë një vend tepër të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë që ju të merrni përfitimin maksimal. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këtë arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji I ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe ëndjen dhe mundet që të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Vaji I ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe gjithashtu shërben si një dezinfektues natyral. Ndihmon që ju të humbisni në peshë. Sipas ekspertëve, shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt tërësisht pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumimi I vajit të ullirit I ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Ndërkohë, është I mirë për trurin. Konsumimi I rregullt I vajit të ullirit heq të gjitha grumbullimet e pllakave,
brenda qelizave të trurit. Këto pllaka munden që të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se sa ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit gjithashtu ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid dhe kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet të cilat gjenden pikërisht tek vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit, të cilat shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe me ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet gjithashtu të ndihmojë edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të cilat janë të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakterësh të cilat jetojnë në stomak munden që t'ju shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton këto baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri në ditë mundet që të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mund që të zvogëlojë rrezikun e tij me mbi 40%. Sipas ekspertëve, redukton tensionin e lartë. Falë përmbajtjes të lartë të polifenoleve dhe të acidit oleik, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë, ndaj edhe konsumimi i 3 lugë me vaj ulliri në ditë ndihmon në parandalimin e hipertensionit. Sipas ekspertëve, ai ndihmon edhe në sistemin tuaj të tretjes. Vaji i ullirit mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin dhe duke ndihmuar aparatin tretës në mirë funksionimin e tij. Përthithja e kalciumit dhe e magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave, vaji i ullirit është një ndër produktet më fantastike të cilat e ndihmojnë trupin tuaj në përthithjen më të mirë të kalciumit dhe të magnezit që marrin përmes ushqimit. Problemet me zemrën dhe kolesterolin në gjak. Konsumimi i 3 lugë gjelle me vaj ulliri në ditë e ndihmon në zemrën tuaj që ajo të jetë më e shëndetshme dhe njëkohësisht më e fortë dhe të kryejë normalisht funksionin e saj. Vaji i ullirit konsiderohet si produkti më i mirë në parandalimin e problemeve me zemrën. Vaji i ullirit gjithashtu ndihmon edhe në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa përmirëson nivelin e pH-it në trup. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.